Zerina Sheme, mjeke pediatre, prej 20 vitesh, kam punuar në qytetin e Lushnjës dhe tashmë në pension. Por dalja në pension ka aspektin e vetë psikologjik dhe nuk doja ta pranoja të mbyllesha në shtëpi, njohuritë e mia dhe aftësitë e mia fizike dhe profesionale, mendoj se duhet akoma të zhvilloja më tej dhe të jepja kontributin tim sado modest, duke punuar në fushën e pediatrisë. Kur ju lindi dëshira për të bërë një pediatre, si lindi kjo dëshirë? Në kohën që kam mbaruar unë, nuk zgjidhje as specializimin, as profesionin. Aty na kishin emëruar dhe duhet të përshtateshim. Në fakt, vlerat njerëzore tregohen më mirë kur e aplikon profesionin në praktik. Dhe pediatria është diçka shumë e bukur, ka brenda marrëdhënie me fëmijën, po dhe marrëdhënie me prindin që e bën mjekun të e ri, mjekun që sapo ka dalë nga bankat e shkollës, e bën që të thellohet në analizën e punës së tij, çfarë duhet të bëj. Kur janë në mes fëmijë të sëmurë, gjithmonë është ajo dëmshuria dhe kjo është rritur me kalimin e kohës dhe etika profesionale, të kërkon një rigorozitet në marrëdhëniet në punë, në drejtim profesional, po dhe atë social. Të gjitha këto më kanë kompletuar, më kanë rritur, qoftë profesionalisht, po edhe si njeri. A ka disa momente kyçe të cilat ju kujtohen dhe i keni përjetuar dhe i mbani mend akoma me fëmijët e asaj kohe mbase? Po, në Lushnjë kam punuar 4 dekada, në fillim jam emëruar në spital, bëja një ditë në javë shërbim urgjense, 24 orësh, më tej, mbas 90-s kam punuar si mjeke e qerdhe dhe kopshteve për 2-3 vite, dhe kjo ishte një eksperiencë që më plotësoi në fushën e zhvillimit dhe të kujdesit shëndetësor të fëmijëve në institucionet përkatëse me fëmijë. Më tej, pata një episod vetë, një alergji, një reakcion të rëndë nga penicilina dhe u spostova në shërbimin ambulator. Edhe si mjeke familje, aty kam dhënë të gjitha njohuritë e mia, kontributin tim, së bashku me prindrit, bashkëpunimi prind-mjek është themelor, është thelbësor në ecurinë e mëtejshme të fëmijës. Pra, duhet që në radhë të parë të ketë komunikim, të ketë bashkëpunim dhe që gjërat të shkojnë më mbar, sepse çdo fëmijë është një individ më vete, nuk i ngjan rasti rastit. Së bashku me prindrit, në parantezë do të thosha që i respektoj lushnjarët, jam mirënjohëse për besimin që më kanë dhënë dhe për respektin gjithashtu. Edhe sot, ata fëmijë që janë rritur, janë bërë prindër, tashmë qëlloj që i takoj në Tiranë, po edhe në Lushnjë, dhe kjo është më rrit atë afeksionin, dëshirën e madhe për të parë si një fëmijë porsa lindur, rritet, zhvillohet, krijon familje, pra nga ana sociale më mbush. Ka disa episode, unë po veçoja një rast. Do të vlerësoja sidomos në shëndetësi, puna në grup është shumë e rëndësishme. Në fakt, nënat neglizhojnë dhe nuk dim të drejtohen te mjeku në disa raste. Sot ekziston shumë informacion shëndetësor, por akoma nuk bëjnë dot vlerësimin e gjendjes së përgjithshme. Prandaj për çdo gjë duhet i drejtohen mjekut të familjes.
Një fëmijë kishte një puçër tek rrënja e hundës. Siç dihet nga ana mjekësore, infeksionet që lidhen me buzën e sipërme kanë direkt efekt ose komplikacione të rënda në sistemin nervor qendror. Dhe kjo çdo mjek e din, pavarësisht nëna e neglizhoi, I shkoi temperatura 41, gati 42 fëmijës, 4 vjeç, dhe më tej u dërgua në urgjencë. Me anë të ekipit mjekësor, qoftë personelit infermieror dhe reanimator dhe kirurg, u bë ndërhyrja e shpejt, pastrimi I plagës, mjekimi me antibiotik dhe fëmia shpëtoi. Pra, në atë kohë, kur antibiotikët ishin më të pakët se sa sot, ishte vështirë të trajtoje një flegmon e cila u komplikua me infekcion të cipave të trurit. Me këtë do të dërgoja një mesazh ndërgjegjësimi mamave të reja që vlerësojeni seriozisht gjendjen e fëmijës dhe këshillohuni gjithmonë me mjekun e familjes. Gjithashtu dhe puna në ekip e personelit shëndetësor jep rezultate më shumë se sa një individ. Që prej 3 vitesh punoj si mjeke pediatre në qendrën Dritdielli. Këtu ka çerdhe dhe kopësht. Çdo institucion me fëmijë ka nevojë për një vlerësim të fëmijës në rritje, zhvillimin, shtimin në peshë, gjendjen e zhvillimit psikomotor. Tjetër aspekt shumë I rëndësishëm që unë insistoj janë vlerat ushqyese, nutricioni, jo vetëm kalorazhin ditor, por ndjek higjienën në lidhje me ushqyerjen, ndjek asortimentet, një menu që t'jetë në përputhje me piramidën shëndetësore që ka gjithë bota, domethënë, dhe ushqimi t'jetë sa më I freskët dhe sa më bio. Pra nuk këtu të paktën nuk futen ushqime të konservuara. Aspekt tjetër veç ushqyerjes që është edukimi shëndetësor. Tek fëmijët e kopshtit ka rëndësi të kuptojnë disa terma të reja në lidhje me të njohim trupin tonë. Do me thënë, kush jemi ne, kush janë organet më të rëndësishme, I shtjellojmë ato ditë pas dite, javë pas jave. Me fëmijët bëjmë edukim shëndetësor në lidhje me higjienën personale dhe atë të mjedisit. Dhe e treta, mësojmë koncepte të reja, për shumë, siç e thash, piramida ushqimore ose si funksionon trupi ynë. Këto janë terma që fëmijët nuk I njohin, I dëgjojnë për herë të parë, por kur shkojnë në instancat më të larta të shkollore të ciklit të ulët, e kanë dëgjuar një herë nga mjeku dhe din të vlerësojnë çfarë ndodh thjesht, me fjalë të thjeshta, çfarë ndodh brenda trupit të tyre. Çdo ditë vi në mëngjes këtu, pasi azhërnohem me të gjitha mësueset që si ka qenë ecuria dhe çfarë porosish kanë lënë prindrit, mund të vazhdoj më tej duke vlerësuar me syrin e klinicistes edhe detajet më të vogla. Një fëmijë që është pak I zbejt, I matim temperaturën, që humbet atë gjallërinë e zakonshme, pra I kapim situatat që në embrion në mënyrë që të parandalojmë komplikacionet e vështira. Gjithashtu vlerësoj problemet me lëkurën, me metabolizmin, me jashtëqitjen, të cilat këto po t'i analizojmë thellë, nëse përsëriten, kanë lidhje me intolerancat ushqimore, me dermatitin atopik,
Dhe nënat i sqaroj më tej, këshillohem me to sa herë që është e nevojshme. Në mënyrë periodike bëhet matja e peshës dhe gjatësisë së fëmijëve dhe shikohet dinamika, nëse ka shtuar të gjejmë shkakun, problemet, bashkëpunojmë me mësueset, me edukatoret, që pse ky fëmijë në përgjithësi ka qenë ritmi i peshës, këto 3 vite që kam këtu, ideal, edhe problemet që kanë patur fëmijët mbi peshë janë restauruar, janë rregulluar me një dietë të shëndetshme me bazë proteina, por edhe mikroelemente. Perimet e përditshme nuk kanë munguar këtu dhe frutat. Ushqehen 4 vakte, do me thënë 2 të plota dhe 2 mesvakte, në orën 10 dhe në orën 3 mbasdite, të cilat janë të kontrolluara edhe nga ana e vlerave nutricionale, shëndetësore, duke ja përshtatur këto probleme, këto nevoja, sipas individit, i japin dhe alternativë tjetër zgjidhje. Pra, për gjitha këto, unë kam qenë shumë e fokusuar në drejtim të ushqimit, e cila e reflekton tek pesha ideale. A jeni lidhur emocionalisht më shumë me ndonjë prej fëmijëve, si a dini që të ruani këtë balancë? Po, jo vetëm unë si mjeke, por edhe personeli që punon aktualisht, mësueset, kanë krijohet vetvetiu ndjenja e empatisë për fëmijët, ata na përqafojnë, na dhurojnë buzëqeshje, na merr stetoskopin nga dora, teta thot, ose doktoresha, mos ma fut lugën te goja, vetëm të vënë dhe kushte, janë fëmijë shumë të zhvilluar, nëpërmjet komunikimit të përditshëm dhe ndetja në një kohë afatgjatë me fëmijën, ne testojmë anën psikoemocionale të tyre, zhvillimin, ecurinë, në fillim thonë vetëm fjalët e para, mbas 6 muajsh fillon dhe flet me fjalime 2 fjalë, dhe kjo vërtet na emocionon shumë. Derisa kalojnë te grupi i kopshtit, që arrin të tregojnë histori të shkurtra dhe shprehin emocionet edhe me gjuhën e trupit. Duke qenë se ju tani më për disa vite, siç edhe ju e thatë, keni dalë në pension, por vazhdoni dhe punoni. A ka qenë dakord familja juaj, fëmijët, për ta vazhduar punën e profesionit? Familja ime nuk ka qenë dakord që unë të punoja pas pensionit. Por vjen një moment që mosha e tretë, pensioni, pra është një sfidë më vete dhe mënyra më e bukur për ta kaluar është të jesh pranë fëmijëve për të cilët ke investuar njohuritë tua gjithë jetës. Këtë mesazh doja t'ja dërgoja brezit të ri, që sapo kanë filluar profesionin e mjekut, sa më shumë eksperiencë të ndajnë me të tjerët, aq më e bukur bëhet jeta.